رمضان إن الشوق فينا فاضح من ذا يلوم دموعنا بلقاك رمضان إن الدمع فينا غائر سبحان من بالمكرمات حباك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi takon Allahut të Mëshirueshëm, mëshiruesit mëshirësit. Salavat dhe selam i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhamedit alayhis salam deri në ditën e Kiametit. Respektuar vëllezër besimtar, do të jemi bashkërisht të sonte në këtë natë të bekuar të Ramazanit, ku do të mundohemi të themi disa fjalë në lidhje me temën emri i bukur i Allahut xhaleshanuhu el-Mekine. Emri i bukur i Allahut xhaleshanuhu el-Mekine në gjuhën shqipe e ka kuptimin për kujdesësi, ai i cili përkujdeset për rrezikun, furnizimin e krijesave të tij. Çdo krijesë mbështetet tek Allahu xhaleshanuhu për kujdesje dhe strehim pranë rahmetit të tij, pranë mëshirës së tij. Allahu dhul Jalal në ajetin e 81 të surës An-Nisa thot: "Fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila." Mos u avë veshin atyre e mbështetu Allahut, se mjafton mbrojtja e Allahut. Allahu xhaleshanuhu është i gjithë mirë, është i gjithë fuqishëm, gjithat punët tona mas miri i besohet kujdesit të tij, sepse Allahu xhaleshanuhu është kujdestari më i mirë i gjithë të mirave. Allahu xhaleshanuhu është i mirë në çdo emet që i bëjnë njerëzit e pabes. Në surën Ali Imran, ajeti 160, Allahu xhaleshanuhu thot: "Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin." Pra, vetëm Allahut le të mbështeten besimtarët. Këtu Allahu xhaleshanuhu na urdhëron që ndihmën, fitoren, shtetjen, ta kërkojmë vetëm tek Allahu xhaleshanuhu, duke u larguar nga mbështetja thjesht në forcat dhe aftësitë tona, sepse forcat tona, aftësitë tona janë të kufizuara. Aftësia e Zotit, forca e Zotit xhaleshanuhu është e pa kufizuar. Sigurisht që ne duhet të japim maksimumin e vlerave dhe mundësive tona për ndihmën dhe fitoren të kërkojmë prej të diturit, prej të urtit, prej krenarit, prej lëtë pushtuesit, dhe thëmë prej Allahu xhaleshanuhu. Vetëm Allahu xhaleshanuhu është ai i cili meriton të mbështetemi dhe të kërkojmë ndihmë, kërkojmë fitore, kërkojmë sukses, e askuj tjetër, sepse dihet shumë mirë se ndihmuesi, dhuruesi i fitores dhe suksesit është Allahu xhaleshanuhu, i cili është i vetëm dhe i pashoqshëm. Pushtetin e tij, sundimin e tij.
Në ky ajet kuranor, Allahu xhaleshanuhu na I ban me dije se varsi gjendjes së besimit tek Allahu xhaleshanuhu do të jetë në shkalla e mbështetjes tek Ai. Vënia e besimit në Allahu xhaleshanuhu do të thotë se njeriu duhet të merr gjitha masat paraprake të mundshme dhe pastaj la rezultatin dur të Allahu xhaleshanuhu, I cili e di rrjedhjen e ngjallave më së miri se sa që mund të konceptojë çfarë do mendje e njeriu. Dhe kjo asesi nuk duhet keq kuptohet vëllezër të ndershëm besimtar se ne mbështetjen tek Allahu xhaleshanuhu ose ndihmën tek Allahu xhaleshanuhu asesi nuk duhet ta kërkojmë për e bo punën tonë. Ta zojmë nxënësi I cili duhet paraqitet në shkollë. Sidomos tash në Ramazan e kemi këtë problem. Japin përparësi Ramazanit, mungojnë në për ora. Dhe krejt në fund arsyetohen në emër të Ramazanit, kjo nuk është në rregull. Ose punëtorinë e tij arsyetohet sa Ramazan. E po mirë, arsyetohet në rrugën në fund për të mish, mos e merr plot. Edhe nxënësi I cili nuk shkon I rregull në shkollë, le të ndëshkohet në fund. Nuk mund që alojnë faj në Ramazanit, gabimin e kemi këtë. Dhe të mbështetemi kuj, Zotit Dhul Xhelal. Pse? Ne mund Zotit ne të mashtrojmë, ne mund Zotit ne të manipulojmë, ne mund Ramazanit ne të mashtrojmë, ne mund Ramazanit ne të manipulojmë. Kjo nuk është rregull vëllezër të ndershëm besimtarë. Këtë nuk e bën besimtari vetë. Muhamedi alayhis salam I bëj këtë punë, dhe pastaj I mbështet te Zoti. Bëj këtë përgatitjet, si luftën e Bedrit, si shlirimin e Mekës, të cilët kanë ndodhur në Ramazan. Tu dijat kanë ndodhur në Ramazan. Dhe asesi nuk ka thonë Muhamedi alayhis salam se nuk duhet ta bëjmë këtë punë, të largohemi prej kësaj pune se shumë zot, jo dhe se përndashëm për kundrazi, çdo aktivitet I mirë është në Ramazan. E kam shpjeguar edhe më herët në ngjarje. Shkoi një delegacion të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ta vizitojmë në Medinë. Kuptohet në atë periudhë udhëtimet kanë qenë me deve ose me kuaj. Dhe I pyeti Muhamedi alayhis salam se me çka erdhët, tha me deve, ku I lart? Tha I kemi lënë Zotit I rrugë. Jo Zotit nuk I rrugë. Jo Zotit nuk I rrugë, ta kemi lidhë deve. Po jo se kemi lidhë, kemi lënë të Zotit I rrugë, ja. Mas pari banë e punën, mas të pështetë në Zotit. Lidhë deve. Edhe ju nxënës të nderuar edhe gjithë punëtorët, kudo që janë. Ne du të bëjmë punën, ju do të mësojmë, ju do të studiojmë. Jo të pështetë të Zotit, s'ki mësu tanë vitin, Allah Zotit o Zot një marë, ja, mos e kërkon ndihmën e Zotit. Se gabimi I kërkon ndihmën e Zotit. Mbështetja e Zotit dhe bëhet atëherë, kur ti I ban punët e tua. Kur ti I merr se vepër, kur ti ta mbitin mëson, kur ti shkon punë prej orarit kur ta ka caktu, po nallësi. Kuptohet me marrëveshje, një orë ma vonë se shkon, një orë ma herë që vjen me marrëveshje. Ama me hikbi punën e në të Ramazanit, me hikbi orën e në të Ramazanit, me hikbi orën e fa gjumon. Nuk e di o pe kanë gjithë këtë islamë. Oblikisht të thonë këta, pe kanë gjithë këtë islamë. Në shkolla I kemi mësuesit tanë, profesorët tanë, drejtorat tanë, me marrëveshje, gjithë shka duhet tonë, të keq përdorë, dhe në këtë dërregje, feja, nuk është mirë vëllezër të ndeshëm besimtarë. Sepse, me ata ne, I bojmë danë vetës tonë, se na pit tash, pinë rinin e hershme, e mashtron me vetën tonë. Dhe kanë arrit deri në atë gradë, gjeneratët e reja, kjo lanë që më intereson, aje lanë që më intereson, ki profesorës banë, aje profesorës banë, o ti ndërrumë. Nuk I në gjithë ti me vlerësu se ki banë ose aje banë. Allah se ki mëri gradë se ki lanë banë, ajo lanë banë. Ki proces edukativ arsimor, ka koncept, ka regula. Nuk ka përqia I shkollë në dhe shkollë, shkon në shkollë tjetër,
Gjinje vetë vetën për kohë ije. Kujdesi Allahu xhaleshanu në vëllezër të ndërshëm besimtarë sipas dietarëve në Islam është dy lloj. Kujdesi i parë është kujdesi për çështjen e kësaj dynjaje. Kujdesi për trupin, për familjen, për fëmijën, për pasurinë tonë që e ban Allahu xhaleshanu. Kujdesi i dytë i Allahu xhaleshanu është për fen tonë, është edhe për imanin tonë. Për këto dy, ulemaja kanë dhënë mendime të ndryshme. Po ne kemi edhe jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si histori e gjallë për të gjitha kohët. Derisa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u kthye nga Uhudi në Medinë, dëgjoi se Ebu Sufjani së bashku me lojtarët që e shoqëronin. Ebu Sufjani në këtë periudhë ka qenë një besimtar, ka qenë udhëhec i Medinës, i Mekës. Edhe me lojtarët e tjerë vishin plan të shkojnë deri në Medinë. U bori thirrje shokëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të kthehen sërish në luftë. Ata ktheheshin prej një lufte, ishin të lodhur në luftë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kishte mision të mbrojë edhe Medinën. Ju tha sahabët të kthehen në luftë. Ju përgjigjën të sahabët thirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për kaq urdhën të Allahut xhaleshanu dhe urdhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kështu marshuan përpara derisa mbretën të vendi i quajtur Habrul Aswad. Atje shkuan disa korjer, cilët u sillnin informacione friksuese të tilla se armiku është përgatitur që do t'ju zhduk gjithëve, prandaj ju rritni dhe shpëtojni vetën tuaj, shpëtojni kokat tuaja. Me gjithë këto kërcënime, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk u përkull. Veç e shtoi vetbesimin e tij, u ashtoi vetbesimin e muslimanëve, sepse i morën masat të cilët duhet mirën dhe u mbështetën tek Allahu xhaleshanu dhe u drejtuan me këtë fjalë të thënë se na mjafton Allahu sundimtari dhe mbrojtësi i. Ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet se Halem al-Esami do të shkoje në Hax. Bisedë me familjen e tij, fëmijët nuk e pranojshin të shkojnë në Hax, nuk e dishin të shkojnë në Hax. Por arsye se nuk kishte kushkujtesët për ta. E kishin një vajzë e cila ju drejtua babës së vet dhe i tha: "O baba jon, shko krije haxhin se neve, për neve, kujdeset kujdestari i gjithësisë Allahu xhaleshanu." Me gjithë këtë bisedë që e patën në medrejt i fëmijët, Halem al-Esami e merr kuptimin e tij për me shku në Qabe, për me shku në Hax. Pas disa ditëve u harxhu harxhi të cilin u kishte lënë. Dhe këto djemt njëherë i vërsuan në motrës së tyre dhe i thonë se ti u bane se vetë, baba ju nuk ashtë mesin tonë. Baba ju shku në Hax dhe na jemi kuqish, mi i dari jemi kuqish. Edhe e keni pa mëse të ndajshëm besimtar, kur të pikën krejt, kur të lëshohen krejt, po të mahësun bajsa. Në kretë du klasë, po zonë, ti e kujdestari jonë, baba ju ka shku në Hax. Dhe ti të kemi kujdestarin më të madhë se të babës tonë. Me mëso që kalojnë për kësaj krize e cila në ka kaplu. E miri muslimanve kalon dhe dhejrës të tënde. Edhe në thotë ushtarëve, a keni mundësi të kërkojnë një ujë dikun të se kemi nevoj për ujë. Bindi kjo shtëpia, kërkojnë i shërbejnë e të i grejnë ka me ujë. Dhe masi e pinë ujtin, e miri e gjumë një qesën me alë. Dhe ju në ushtarët dhe ju thotë edhe keni pi ujë, mirë ashtë për shërbimin që ne kanë gohë, që apin me shërbim të vërë. Vajza nisi me qaj sepse duaja ju pranu nga
nga kujdestari i të gjithë neve. Allahu xhaleshanuhu është kujdestar i të gjithë neve. Gjithashtu vëllezër të ndershëm besimtar, me këtë e përfundoj. Allahu xhaleshanuhu kujdeset jo vetëm për besimtarë. Allahu xhaleshanuhu kujdeset edhe për jo besimtarë. Allahu xhaleshanuhu kujdeset edhe për mëkatarë. Allahu xhaleshanuhu kujdeset edhe për gjunaqtarë. Allahu xhaleshanuhu kujdeset për të gjithë krijesat. Një njeri kishte pi alkohol, deri na qindje sa që ishte te. E kish hub vetë dije. Këtë tregim me tregon një hoxh, i cili thot, pe përcjelli ishte një lom. Bretkosa erdhe u afru, për mbi bretkosën thot hipi një akrep. A me shoh thot në pjesën tjetër atje, një njeri i cili ishte i dirur nga alkoholi i tepër që i kishte pi. Dhe thape, shikoj gjendjen se çka do të ndodhe. E merr thot bretkosa akrepin e çon atje dhe nuk e shoh gjarën thot. Ti ki njeriu i dirur, tash i dirur njeriu nuk shaf se çka ka. Ishte afru një gjakën për me kafshu. Në atë moment thot, del akrepi dhe një gjakën. Të njëjtën gjakën thot, qohët, bretkosa e pret, e këthen akrepi ku ishte. Në këtë formë, Allahu xhaleshanuhu e mbroj ditë këtë gjunaqar. Edhe shumë gjunaqar të tjerë, Allahu xhaleshanuhu vëllezër të ndershëm besimtar na mbron, sepse Allahu xhaleshanuhu është ai i cili është me bekim për kujdesësi, i cili për kujdeset për secilin prej nesh veç e veç. Lusë Allahu xhaleshanuhu që t'jemi nga ata të cilët këtë emër të bukur të tij e mësojnë dhe e shtim thellë në zemrat tona, në shpirtin tonë dhe e kuptojnë mirë këtë emër të bukur të Allahu xhaleshanuhu dhe jemi nga ata të cilët e qisim edhe në praktik në jetën tonë të përditshëm. Elhamdulillahi rabbil alamin. رمضان إن الشوق فينا فاضح من ذا يلوم دموعنا بلقاك رمضان إن الدمع فينا غائر سبحان من بالمكرمات حباك